Përshëndetje të gjithëve, unë jam Amelia dhe mirë se erdhët në videon time të dytë. Sot do t'ju tregoj si duket një ditë nga jeta ime. Le të fillojmë. Në mëngjes unë zgjohem zakonisht rreth orës 8:15. Gjëja e parë që bëj është të laj fytyrën dhe dhëmbët. Pastaj rregulloj dhomën dhe ulem për të ngrënë mëngjes. Pas mëngjesit nisem për në shkollë. Lënda ime e preferuar është matematika, sepse më pëlqen shumë. Në pushim rri zakonisht me shoqet e mia. Sot bëm disa ushtrime interesante në matematikë. Kur kthehem në shtëpi, ha diçka të vogël dhe pastaj pushoj pak. Zakonisht luaj pak Roblox ose shikoj video të preferuara. Ndonjëherë dal jashtë me shoqet. Për darkën sot hëngra pica. Pas darkës bëj gati çantën për nesër dhe rri pak me familjen. Dhe pastaj është koha për të fletur. Kjo është një nga ditët nga jeta ime. Faleminderit që më shikuat videon time. Mos harroni të bëni një like, subscribe, mos harroni të shtypni atë zile që për që ta shikoni të parët. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim. I dua.